Miqtë e Euronews, përshëndetje, do të qëndrojmë së bashku për rreth 2 orë 30 minuta ditën e sotme, ashtu siç bëjmë në fakt nga e hëna në të premte. Përcjellim informacionin e fundit, por edhe ndjekim gjithçka ndodh në kohë reale. Ditën e sotme kemi 2 evente të rëndësishme. Është 35 vjetori i Partisë Socialiste, event i cili do të zhvillohet në sheshin Italia, e nga ana tjetër protesta e radhës e qytetarëve, e cila pritet që të mblidhet në sheshin Skënderbej për të mashuar më tej drejt kryeministrisë. Në kuadër të këtyre 2 eventeve të rëndësishme, 2 ngjarjeve të rëndësishme, Policia e Tiranës ka publikuar planin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në kuadër të 2 aktiviteteve që do të zhvillohen pasditen dhe mbrëmjen e sotme në Tiranë. Protesta e 13 në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe aktiviteti i organizuar për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në sheshin Italia. Sipas njoftimit zyrtar, nga ora 16:00 deri në përfundim të aktiviteteve do të ketë kufizime dhe bllokime të qarkullimit në disa akse kryesore të kryeqytetit. Gjithashtu, do të ketë bllokim të qarkullimit edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit deri në sheshin Nën Tereza. Policia u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim në përdorimin e rrugës alternative dhe të zbatojnë gjithashtu udhëzimet e punonjësve të policisë në terren. Kryeministri Rama këtë të premte përmes një qëndrimi të tij, përmes një postimi në Facebook në kuadër të 35 vjetorit të Partisë Socialiste, ka uruar çdo antar të PS-s duke e cilësuar si një familje të madhe politike. Ai shtoi se misioni historik i PS-s është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Mirëmëngjes dhe me urimin për çdo antar edhe antare të familjes sonë të madhe politike në këtë 35 vjetor të Partisë Socialiste, si edhe me bindjen e patundur në misionin ton historik për të ngjitur Shqipërinë 2030 në majën e Europës së Bashkuar. Ju dëshiroj të gjithëve një ditë të mbarë, shkruan kryeministri Rama. Partia Socialiste këtë të premte feston pra 35 vjetorin e krijimit të partisë, ku do të zhvillohet një takim i planifikuar në sheshin Italia në Tiranë. Mirë, në kuadër të këtyre 2 zhvillimeve, 2 eventeve të rëndësishme, do të bllokohen rrugët, si shpërcolla edhe disa minuta më parë. Nëpërmjet ledit do